ndjeni që ky ndryshim nga Brukseli po zbatohet e po shihet dhe nga vendet e tjera të rajonit tuaj? Për këtë duhet pyesni Brukselin, por aq sa më takon mua, mund t'ju them se 2030 nuk është një datë që e kam parë në ëndër, por një afat që vjen si rezultati një përllogaritjeje shumë të thjeshtë. E nisim nga fakti që së bashku me Komisionin, në konsensus të plot me Komisionin, kemi rënë dakord mbi një kalendar që është mjaft ambicioz, por i bëshëm, detyrash shtëpie për ne, për të mbyllur bisedimet e antarësimit, negociata deri në 2027. Ka mundësi për të bërë dhe më shpejt në gjysmën e parë të 2027-s, por le të themi në fund të 2027-s.